dhe hajdutët s'kan të sosur do t'ishte titulli i përshtatshëm i një dokumentari mbi Shqipërinë e sotme politike. Sigur të mos mjaftonin Edi Rama dhe Belinda Balluku që vjedhin nga Tirana gjithë Shqipërinë, kujtohen edhe Rakip Suli me këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Kamzës për të vjedhur qytetarët e Kamzës. Kanë vendosur në mënyrë krejt abuzive prej muajsh të rrisin çmimin e biletës autobusit dhe të aboneve, pa dhënë llogari dhe pa u treguar qytetarëve se pse qenka e pashmangshme një rritje e tillë. Para pak ditësh, inspektorati që kontrollon konfliktin e interesave të zyrtarëve publik e ka nxjerrë këtë vendim të Bashkisë së Kamzës si në konflikt interesi dhe për pasojë të paligjshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne nesër ditë e hënë në orën 15:30 të mblidhemi këtu me iniciativën e aktivistëve të Lëvizjes Bashkë Kamzës, të mblidhemi para bashkisë dhe të kërkojmë qytetarëve bashkiak që nesër në atë orë do të futen brenda bashkisë për të mbledhur, të kërkojmë që të anullojnë këtë vendim abuziv. Këshilltarët bashkiak, ata që me demek do duhet ishin, janë përfaqësuesit e popullit, do duhet të ndjejnë presionin e gjithë qytetarëve të Kamzës për të rrëzuar këtë vendim abuziv. Prandaj, edhe një herë, nesër aktivistët e Lëvizjes Bashkë Kamzës ju bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të Kamzës, bashkohen këtu përpara bashkisë në orën 15:30.